Një hetim për trafik të lëndëve narkotike në Sarand ka çuar në zbulimin e një rasti të dyshuar korrupsioni brenda strukturave të policisë. Sipas burimeve hetimore, një oficer i policisë gjyqësore me inicialet ER i angazhuar në ndjekjen e aktivitetit të dy vëllezërve të dyshuar për trafik droge, dyshohet se ka tentuar të përfitojë rishvet për të ndërhyrë në hetim. Efektivi kishte marrë autorizimin nga prokuroria e Sarandës për të përgjuar komunikimet e dy vëllezërve, paksi ekzistonin dyshime për përfshirjen e tyre në aktivitetin kriminal të lidhura me lëndë narkotike. Por gjatë zhvillimit të hetimeve, sipas të njëjtave burime, oficeri ka kontaktuar nënën e dy të dyshuarve dhe i ka treguar se djemtë e saj po hetoheshin dhe po përgjohej aktiviteti i tyre. Më pas ai dyshohet se i ka kërkuar familjes një shumë parash me premtimin se do të ndikonte në mbylljen e procedimit penal dhe ndërprerjen e hetimeve. Nëna e dy vëllezërve, sipas hetuesve, ka komunikuar më pas me djemtë e saj me kërkesë të oficerit policisë, ndërsa këto biseda janë regjistruar në përgjimet që vetë efektivi kishte vendosur në kuadër të hetimit. Pasi dy të rinjt nuk kanë pranuar të paguajnë shumën e kërkuar, oficeri ka dorëzuar pranë prokurorisë materialet hetimore dhe përgjimet që implikonin dy vëllezërit në aktivitetin e palishëm. Megjithatë, gjatë analizimit të komunikimeve, prokuroria ka konstatuar edhe bisedat ku përmendej kërkesa për rishvet nga ana e efektivit policisë. Pas verifikimit të materialeve, organi i akuzës ka lëshuar menjëherë urdhër arresti ndaj oficerit policisë gjyqësore. Ndaj tij rëndon tashmë akuza e korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e çështjes dhe për të verifikuar nëse ka persona të tjerë të përfshirë.